Bëhen pothuajse ndoshta 10 vite prej kur ne përballemi me një proces pa drejtë, por ja që rregullat e kërkojnë që ne jemi këtu, do se ne kemi seancë në orën 11 siç e dini, unë isha e pranishme, por në anën tjetër seanca u shty me 2 shtator, është komplet e pakuptimt edhe kjo zvarritje, por po ashtu ne akuzohemi për mbajtjen pronësi, thua se çfarë krimi kemi bërë. Ato kanë qenë veprime politike për të ndalë demarkacionin me Malin e Zi dhe po ashtu në shenjë kundërshtimi për Zajrnicën, por që natyrisht që unë do të jam këtu derisa të përmbyllet ky proces. Sonja Xhiu në rast që emëroi si kryeparlamentare e Kosovës atë ditë, rëni veprime të tilla që keni bën si opozitë? Unë e kam thënë jo një herë, e kam thënë disa herë. Në qoftë se qeveria jonë do të bënte veprime kundër shtetit Kosovës, kundër qytetarëve të Republikës Kosovës, natyrisht që veprimet opozitare janë domosdoshme, përfshirë këtu dhe gazin Vlot Cels. Por unë nuk besoj asnjëherë që me qeverinë tonë, me kryeministrin Albin Kurti, do të ketë marrëveshje të dëmshme për vendin, prandaj edhe besoj që do të ketë nevojë opozita për masa veprime të tilla.